Një atentat me armë zjarri ndodhi sot në Lushnjë, ku u qellua me armë 45 vjeçari Julian Sula. Ky fundit mbeti i plagosur në këmbë. Julian Sula, i njohur ndryshe edhe si Juli i Pashakos, rreth orës 11 të kësaj martes apo kishte dalë nga banesa e tij në Karbonar, ku në hyrje të Lushnjës i ngritën prit. Burime për mediat bëjnë me dije se kur 45 vjeçari po qarkullonte me makinë pranë stadiumit, drejti u qellua me breshri Kallashnikovi nga 3 persona që dolën nga një mjet i parkuar në zonë. Për t'i shpëtuar plumbave, Sula u largua me mjet drejt banesës së tij në afërsi të së cilës e gjeti edhe policia. 45 vjeçari u gjeti plagosur në këmbë dhe mjekët do të saksojnë rrethanat e këtij dëmtimi. Ngjarja ndodhi në një nga zonat më të frekuentuara të Lushnjës mes spitalit dhe stadiumit të qytetit, ku qytetarët rastësishëm shpëtuan mrekullisht nga të shtënat me breshri. Pas atentatit, autorët u larguan drejt fshatit Lifat, aty ku braktisën mjetin me targa greke dhe i vun flakën. Në brendësi të automjetit të djegur, policia gjeti një Kalashnikov dhe një pistolet që dyshohet se u përkisë autorëve, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Të dhënat e mjetit dhe të armëve do të analizohen me imtësi nga ana e policisë me qëllim identifikimin e autorëve. Po ashtu po punohet me pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për zbuluar itinerarin e tyre dhe të dhënave që mund të çojnë në gjurmë të tyre. Julian Sula është një person me të shkuar kriminale, ku shpeshherë i dyshuar nga policia për ngjarje të rënda kriminale e të tjera herë si objekti i sulmeve. Ndërkohë, 45 vjeçari është shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshmi, ndërsa mësohet se deri më tani ka heshtur para uniformave blu, duke mos dhënë asnjë informacion. Nga ana tjetër, policia ka shoqëruar edhe 6 persona në komisariat në lidhje me ngjarjen. Julian Sula, i njohur ndryshe edhe si Juli i Pashakos, është rivali i Aldo Barës, kreu të bandës së Lushnjës. Sula ka qenë i dyshuar edhe për atentatin e organizuar ndaj nipit të Barës, Xhule Shkurtit, në 2017. Sula u la i lirë pasi nuk kishte asnjë provë që e lidhte me atentatin, që njihet ndryshe edhe si masakra e Lushnjës. Për këtë ngjarje janë dënuar me burg të përjetshëm Antelio Kaloshi dhe Urges Bilbili, vendimi lënë në fuqi edhe nga gjykata e lartë më 21 nëntor 2025. Në masakrën e Lushnjës u vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha, si edhe u plagosën Bujar Turku dhe Marius Xhepexhiu.